Ditë më parë, Euleksi njoftoi se ka rritur numrin e trupave policore në Kosovë, tash përkohësisht për zgjedhjet lokale. Me këtë rast, ambasada franceze në Kosovë ka njoftuar se Gjandarmeria Kombëtare e këtij vendi ka zbarkuar në Kosovë. Njohësi i sigurisë Xhevat Meha në një prononcim ka thënë se rritja e përkohshme e forcave të Euleksit për zgjedhjet lokale nuk është rastësi. Sipas tij, kjo ka të bëjë me dy rrethana kryesore. Së pari, takimi shtatorit në Kinë mes Xi Putinit, Kim Jong-unit dhe Vučićit mund të ketë sjellë koordinim për aksione kundër perëndimit, duke nxitur provokime edhe në Kosovë. Së dyti, tensionet në veri të Kosovës dhe mundësia e provokimeve serbe gjatë votimeve e bëjnë Euleksin më të pranueshëm për ndërhyrje sesa policinë e Kosovës. Për këtë arsye është shtuar prania e tyre. Njoftimi për rritjen e forcave policore të Euleksit përkohësisht për zgjedhjet lokale nuk vjen si diçka rastësi, ka diçka që ngrit shqetësime. Kjo rritje e forcave policore besoj se vjen si pasojë e dy rrethanave të krijuara. Njëra rrethane krijuar tash së voni vjen nga takimi i fillimshtatorit në Kinë të autokratëve Xi, Putin, Jong-un dhe Vučić. Siç duket, këtu ka pasur një marrëveshje për bashkërendim të aksioneve kundër perëndimit. Kemi provokimet nga Putini në hapësirat ajrore të disa vendeve të NATO-s, kemi rritje të provokimeve nga Vučići në Kosovën Veriore dhe si vazhdimsi e kësaj mund të kemi veprime nga Kina rreth Tajvanit dhe Koreja e Veriut ndaj Koresë së Jugut. Kjo ndikon që Euleksi, si rreshti i dytë i sigurisë në Kosovë, të rrisë praninë. Rrethan tjetër janë veprimet e qeverisë së Kosovës në acarimin e gjendjes në Kosovën Veriore. Nëse ka ndonjë provokim nga grupet ilegale serbe para dhe gjatë votimeve, policia e Euleksit është më e pranueshme për ndërhyrje sesa policia e Kosovës. Kjo sigurisht që kërkon rritje të pranisë së pjesëtarëve të Euleksit, deklaron ai.